është një beqare alo. Okej, A Janita beqare alo, për të Gazetare e blenë. Në 10 vjet tjera. Sa pëthu që e kështë i martesën të gjatë tjera? Për dita shka. Jam mërzit më të i folë të e buki jam. Jo. A Janita jo varet krejt se qëfar Kur të burë. një thojnë të se din sarat, je tjetra të jo do shumë Jo, martu. ka Shtot Sarahat, ti shumë gabim e ko. Shumë gabim. Ara ti është kur të krijon familje. Valla kur qëllon edhe të Alenita, buri që shduhet sot ratiti. në emër të lirisë trit e humben turpen? Dikush të baba, dikush të buri. Po, Alenita sa buna një pytja, në emër të lirisë sot a humbet turpe. A ka turp se që edhe Mironi ma pështjeli krejt pytjen? Jo, më shfarë turpe. Modernizimi se ka dëmtim. Unë për shembull po jam kundër kësaj që sot shumë gjëra të reja, do me thonë, po quhen quhen jo, po mendoj po shkojnë hajtë se e re trend edhe po edhe unë po shkojmë asaj. arsyeton në emër të modernizimit. Po, do me thonë është më e mirë me këshyrë cila është më e mirë se cila është e re. Edhe unë veç i kam edhe do fjallë për fond, do me thonë Beceku edhe njëherë këtë pjesën e traditës, do me thonë që pra pambetje, morali do me thonë është kufizim, nëse ti ki moral, ti ki traditë edhe fe, ti je i kufizun automatik, edhe ti duhesh paka shumë me ndryshu identitetin tonë për mi përshtat njerëzve, qoftë se dënë me u pranu në socializim, edhe që kjo. S'kom që ka me thonë tjetër, ka shumë e folë për këtë farë teme, po qëtojnë problemet ma të mdojat, kur vjen punat e morali, karakteri, tradita, të respekti, të turpe, të qëto, mendoj që do të pak munal, jo gjithë shka është modernizim. Për pjesën tjetër, për parime, mirë se vjen. Si pasja, ka humb turpe sot? Po edhe temen në emisionin e kalume kemi pas në shumicën e rasteve, po. Roland, po të ma bu një pytja. Po, veç një pytje po në dhe valë. E di që ke orë shumë moti këtu, në Prishtinë, po je prej anës Luginës. Po. Tash une i di disa prej traditave edhe prej adeteve që a buën Në Luginë. tërnatë, smirat të që